Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues dhe ju teleshikues, mirë se erdhët në ciklin e emisioneve të titulluara Meditime rreth Ramazanit. Tashmë me një cikël të ri emisionesh dhe me një studio të re, do të jemi më afër jush me tema të cilat kanë të bëjnë me agjërimin, kanë të bëjnë me muajin e madhërueshëm të Ramazanit dhe me ato çfarë muslimani duhet të bëjnë gjatë muajit të Ramazanit për të fituar sa më tepër nga bereqeti dhe madhështia e këtij muaji. Siç e dim, tashmë kemi hyrë në atmosferën e Ramazanit dhe e gjithë bota, të gjithë muslimanët anë mbar botës po presin me padurim ditën e parë të Ramazanit për të filluar agjërimin e tyre. Agjërimi është një muaj i madh. Agjërimi është një ibadet i madh, është muaji në të cilin Allahu xhallashanuhu e derdh rahmetin dhe mëshirën e tij. Është muaji ku secili nga ne mundohet që të jetë më i devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke pasur si qëllim vetëm fitimin e kënaqësisë së Allahut azza wa jalla. Gjithashtu në të njëjtën kohë, muaji i Ramazanit është një mundësi e mirë për të forcuar lidhjet farefisnore, porse edhe me të tjerët ato lidhjet shoqërore dhe sociale, sepse jemi një krijesë e cila jetojmë në bashkësi. Dhe për të na folë më gjatë për këtë temë, kam të ftuar imamin e xhamisë së Dudasit, Hoxha Samel Haxhia. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj shumë për ftesën. I nderuar Hoxh, më lejoni që t'ju drejtohem duke ju pyetur se si duhet t'i kuptojmë ose si duhet t'i forcojmë lidhjet në muajin e Ramazanit. Pra në çfarë aspektit muslimani forcon lidhjet e tija në këtë muaj të begat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet e pafundme i takojnë Allahut azza wa jall. E falenderojmë që kemi hyrë në një atmosferë të tillë dhe e lutim që ta mbërrim muajin e Ramazanit dhe të përfitojmë në maksimum prej tij. Amin. I dërgojmë edhe salavate, selame dhe përshëndetjet për zemërta më të mirë të njerëzimit, modelit më të bukur të njerëzit, të dërguar nga Allahu xhallashanuhu, Hazreti Muhammed alayhis salam, familjes së shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan rrugën e tij. I nderuar Hoxh, duke ju falendëruar sërish për ftesën, dhe është një nder për mua të jem pjesë e kësaj studioje, në lidhje me temën me të cilët pyetet, mund ta nisim me një ajet kuranor. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an në surën Bekare, ajetin 183, ka thënë kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pra, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu siç i është bërë atyre që kanë qenë para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Po lind pyetja, ç'lidhje ka Ramazani, devotshmëria dhe lidhjet shoqërore, tema e të cilës është kjo bisedë. Devotshmëria është një koncept shumë i gjerë që nuk përfshin vetëm adhurimet fizike ose formale, por është një koncept që i përfshin të gjitha sferat njerëzore, ato fizike, intelektuale, shpirtërore, emocionale e tjerë. Pra, është një stil jete, është formimi i një modeli të lartë njerëzor. Atëherë pra, këtu mund të themi që Ramazani është një muaj që nuk duhet të kufizohet vetëm me adhurimin e agjërimit ose vetëm me atë faljen e namazit të taravih, por se ka diçka shumë më tepër dhe ka një përfshirje shumë më të gjatë, apo jo? Patjetër, sepse siç u cek edhe në ajetin kuranor, qëllimi është që njeriu të bëhet më i devotshëm dhe agjërimi është një ndihmës i madh drejt kësaj rruge, pra drejt devotshmërisë, dhe duke e lidhur në këtë mënyrë, pra siç e thamë, me qenë se devotshmëria është një sferë shumë e gjerë që përfshin të gjitha anët e njerëzit, pra ato emocionale, intelektuale, shpirtërore dhe fizike, atëherë pra Ramazani tenton që ta çojë njeriu në një nivel më të lartë në të gjitha sferat e tij.
pra duke përfshirë këtu edhe lidhje shoqërore. Më konkretisht, ose duke u bazuar ndoshta edhe tek jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ose tek shembujt e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, a mund të na thuar diçka për ta kuptuar më mirë atë forcimin e lidhjeve gjatë këtij muaji? Patjetër, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra si dua të lidh ta marr pak nga mrapa tek fjalët që thamë më përpara se devotshmëria në fakt është një model se si duhet të jetë, është një stil jetese dhe një model se si duhet të jetë njeriu. Dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është modeli më i bukur dhe modeli më i lartë njerëzor që ka ekzistuar në jetën e kësaj bote. Dhe në fakt Allahu xhaleshanuhu e ka cilësuar edhe në Kur'an si një shembull i bukur, një shembull i mirë për ata që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Prandaj, ne kur flasim në teori për devotshmërinë dhe për sferat që ajo përfshin, në fakt duhet të bazohemi dhe ta konkretizojmë duke e studiuar mirë dhe duke e parë mirë jetën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në praktik, sepse ashtu siç e ka praktikuar ai, ashtu është modeli më i mirë i devotshmërisë dhe i lidhjeve shoqërore. Dhe në këtë aspekt, pra ka shembuj të shumtë dhe ka me dhjetra ndoshta me qindra shembuj që mund të japim për pejgamberin alayhis salam, por mund të themi se Hazreti Muhamedi alayhis salam në muajin e Ramazanit e ka shtuar aktivitetin e tij social. Për shembull, këtu mund përmendim bujarinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dihet që gjatë gjithë kohës pejgamberi alayhis salatu wassalam pra ishte bujar dhe nuk e kthente nevojtarin me duar bosh. Por se, sipas transmetimeve, në muajin e Ramazanit pejgamberi alayhis salatu wassalam bëhej edhe me bujar. Pra kjo është në një diçka e cila i forcon dhe i afron njerëzit edhe më tepër me njëri tjetrin. Po, dhe në lidhje me këtë temë, në fakt ne kur ta lexojmë dhe kur ta studiojmë jetën e Muhamedit alayhis salam dhe ta shohim se çfarë ka kaluar ai dhe si e ka aplikuar dhe si e ka praktikuar devotshmërinë në Ramazan pejgamberi Muhammed alayhis salam, në fakt ajo shërben si një shëmbulltyr dhe si një pasqyrë për ne, duke parë edhe gjendjen tonë. Pra mund ta krahasojmë nivelin tonë të devotshmërisë, nivelin tonë të marrëdhënieve me të tjerët, të marrëdhënieve familjare, farefisnore dhe shoqërore, dhe këtu mund të bëjmë një balancë edhe për veten tonë që duhet në fakt që ta përmirësojmë vazhdimisht. I nderuar Hoxh, thamë që devotshmëria është ajo e cila duhet të arrihet faktikisht me agjërimin dhe duhet që njeriu të jetë sa më social, të jetë sa më aktiv në jetën sociale dhe për të forcuar lidhjet farefisnore. Kjo është ajo që kërkohet dhe është modeli ideal, duke marrë edhe si shembull pejgamberin alayhis salatu wassalam. Porse në krahun tjetër kemi iblisin ose shejtanin lanetullahi alej, i cili mundohet gjithmonë që ta frenojë njeriu, mundohet gjithmonë që ta bëjë njeriu të realizoj ose të kryej të kundërtën asaj që thamë deri tani. Madje është edhe ai hadithi i famshëm i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili na tregon se gjatë muajit të Ramazanit shejtanet pra është i lidhur. Si duhet ta kuptojmë ma gjanë këtë hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam? Po, le ta citojmë në mënyrë të plot hadithin me lejen tuaj. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke shpjeguar për muajin e Ramazanit, ai na tregon se në këtë muaj të begad, në këtë muaj të mëshirës, dyert e xhenetit hapen, dyert e xhehenemit mbyllen dhe shejtanët prangosen, lidhen në pranga. Normalisht ne e besojmë ashtu siç ka ardhur, i besojmë të gjitha fjalët që ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe tekstualisht, edhe me kuptimet e tyre, por desha ta detajoj pak më tepër këtë hadith, pra në aspektin më të thellë, në aspektin ndoshta që mund të kuptohet me një shpjegim tjetër, ose me një hadith tjetër që ka ardhur duke përforcuar këtë hadith me hadithin pasardhës,
mund të kuptohet ndoshta më mirë se si lidhen shejtanët ose çfarë ndikimi ka agjërimi muaji Ramazanit në lidhjen e shejtanëve dhe në forcimin e devotshmërisë. Po. Ka një hadith tjetër që pejgamberi Muhammed alayhis salam jep disa detaje tjera ku shpjegon gjendjen e njerëzit në përgjithësi dhe thot shejtani thot lëviz në trupin tuaj, pra në trupin e njerëzit, ashtu siç lëviz gjaku nëpër damar, nëpër vena. Por ka shtuar edhe diçka tjetër, që është shumë interesant dhe është shumë i rëndësishëm, ky si detaj, dhe thot uria thot është ajo që ja bllokon ose të paktën ja ngushton rrugët, ja ngushton rrugët shejtanit. Në këtë aspekt mund të lidhet direkt me agjërimin e muajit Ramazanit, sepse gjatë agjërimit normalisht njeriu largohet nga të ngrënit, nga të pirit dhe në këtë mënyrë ai përdor armën më të fortë, më efikase dhe më goditëse ndaj shejtanit dhe ndaj egos. Duke marrë parasysh se shejtani dhe egoja janë dy armiqt më të mëdhej të devotshmërisë, pra dy pengesat më të mëdha që njeriu të jetë i devotshëm, atëherë me anë të agjërimit, me anë të urisë, ti po lufton me armët më të forta. I kemi në presion, i kemi në trysni dhe i kemi të kontrolluar, apo jo? Po. Pra pikërisht agjërimi, pikërisht uria dhe shtimi i ibadeteve, ajo devotshmëria që kërkohet në muajin e Ramazanit, pra është ajo e cila i dobëson madje edhe mund t'i neutralizojë, nëse mund të shprehim në këtë mënyrë, pra edhe shejtanin, porse edhe nefsin i cili është ose janë dy nga armiqt më kryesor të njerëzit. Po, ndoshta ky hadithi i dytë që e cituam dhe që e përmendëm, ndoshta na ndihmon shumë ta kuptojmë edhe hadithin e parë që është hadithi më i njohur dhe më i transmetuar që shejtanët lidhen në pranga. Kjo nuk do të thotë se është i vetmi shpjegim ky, siç e tham edhe pak më parë, ne i besojmë fjalët e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ashtu siç kanë ardhur. Dhe patjetër dietarët, hoxhallarët thjesht mund të komentojnë për të afruar më tepër ndaj kuptimit të tyre. Por për ta finalizuar edhe një herë këtë temë, mund të themi se nuk ka gjë që e dobëson egun dhe shejtanin më tepër se sa uria dhe agjërimi. Pra në Ramazan, duke qenë se egoja dhe shejtani dobësohen, atëherë automatikisht në krahun tjetër rritet devotshmëria. Pra në një përpjestim të drejtë, pra teksa egoja dhe shejtani dobësohen dhe bien poshtë dhe e humbin forcën e tyre, devotshmëria rritet. Dhe këtu del në pak ndoshta edhe më bukur dhe më mirë, kuptohet shumë më qartë edhe ajeti kuranor që cituam në fillim, që Allahu xhaleshanuhu e ka obliguar agjërimin në mënyrë që të bëhemi më të devotshëm. Dhe pra kjo devotshmëri rregullon shumë gjëra në jetën e njerëzit, duke përfshirë këtu edhe marrëdhëniet sociale. Atëherë hoxhë nderuam, çfarë mund të bëjmë tjetër, çfarë adhurimesh të tjera mund të bëjmë për të shtu devotshmërinë, për të rrit devotshmërinë dhe normalisht siç thamë për të dobësu ose për të minimizu sa më shumë që të jetë mujtun efektin e shejtanit lanetullahi alej dhe të egos. Pra ka edhe shumë gjëra të tjera me të cilat muslimani mund të mbush ditën e tij, porse edhe adhurimet e tjera të cilat janë gjatë natës. Patjetër, për ta përforcuar këtë aspekt, feja islame, Allahu xhaleshanuhu, ka vendosur edhe disa ibadete, sidomos normalisht këto i bëhet fjalë për muajin e Ramazanit, pra për ta përforcuar devotshmërinë dhe për të na ndihmuar në rregullimin e marrëdhënieve sociale, shoqërore. Ka disa ibadete të cilat parimisht bëhen me xhamat. Siç janë syfyri, iftari, janë teravit dhe janë mukabeleja e Kuranit. Pra që hoxha lexon Kuranin hafizi dhe xhamati e dëgjon dhe e pason në lexim, pra e mban shahin dhe në këtë mënyrë bëhet hatme Kurani, kret Kurani gjatë muajit Ramazanit. Dhe këto në fakt parimisht bëhen me xhamat. Pse? Për fatin e mirë kemi
dy xhamia në Shkodër, pra qytetin e Shkodrës, të cilat e praktikojnë mukabelen, është xhamia Parrucës, pra xhamia qendrore, por se edhe prej 2-3 vitesh tek xhamia e medresesë praktikohet pikërisht ajo që that mukabeleja ose ndryshe leximi i Kuranit nga një xhuz çdo ditë dhe kush ka dëshirë, kush ka mundësi dhe kohë të lirë vjen dhe ndëgjon ose mban edhe shenjë nga leximi i Kuranit. Allahu shpëlbet. Kjo është një aktivitet shumë i bukur, shumë i domosdoshëm. Pra që realizohet me xhamat, po. Patjetër, dhe e lutim Allahun që t'i jap sukses të gjithë atyre që punojnë në këtë rrugë dhe që i bëjnë këto aktivitete. Le ta kapim pak, pra ta shtjellojmë me detaje më tepër këto që përmendëm, pra syfyri, iftari, teravit ose mukabele e Kuranit. Për shembull, në syfyr dihet se është orar shumë i hershëm dhe predispozohet që njeriu, besimtari, ta kaloj kohën dhe ta bëj syfyrin me familjen e tij. Po. Kjo çon në një unitet dhe në një përforcim të lidhjeve familjare me njëri tjetrin, sepse ndoshta në jetën e tonë të përditshme jashtë Ramazanit, për arsye të ndryshme, për punë të ndryshme, angazhime të ndryshme, edhe mund të mos bëhet familja bashkë, pra ndoshta në një drek apo në një darkë, pra mund të jenë të shpërndar. Pra ushqimin ndoshta e han në vete dhe nuk është shumë e vështirë që të bëhen të gjithë. Dinamika e jetës, po, në të cilën ne jetojmë sot. Po, kjo është, por Ramazani është një ndryshim rutine në fakt për ne, elhamdulillah, prandaj është diçka e mrekullueshme. Sepse rutina jon ndryshon, jeta jon ndryshon, na jep një dinamik tjetër, një bukuri tjetër jetës tonë. Dhe në këtë aspekt ndoshta iftari është pak koncept më i gjerë. Pra nuk është e thënë që të bëhet vetëm me familjen, bëhet ndoshta në ftesa të ndryshme me xhamat xhamiet, po ndoshta edhe me farefisin bashkë ose ndoshta shkon diku i ftuar. Është diçka e mrekullueshme se në fakt pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, kush ushqen një agjërues do të ketë shpërblimin e tij pa ju paksu shpërblimi i agjëruesit. Pra këto i nxit njerëzit që të shtrojnë iftare sa më tepër në mënyrë që të përfitojnë nga shpërblimet, nga sevapet e. Kjo i ka motivuar ndërshekuj, domethënë i ka motivuar besimtarët, i ka motivuar muslimanët që të shtrojnë sa më tepër iftare, sepse me të vërtetë është një shpërblim i madh. Pra ti duke shtruar një iftar edhe merr shpërblimin tënd si agjërues, por merr edhe shpërblimin e agjëruesit tjetër pa i humbur diçka atij. Në të njëjtën kohë, je edhe mendoj unë, je bëhesh shkak ose je sebeb për t'i afruar njerëzit në një tavolinë të vetme, bëhesh sebeb që njerëzit të takojnë njëri tjetrin dhe të forcojnë pikërisht atë të cilin Islami faktikisht edhe e kërkon forcimin e lidhjeve edhe farafisnore, por edhe ndër shoqërore, apo jo? Normalisht. Prandaj ndoshta edhe hadithi, kjo është bereqeti i madh i Ramazanit, subhanallahu. Ndoshta edhe hadithi vet këtë motiv në fakt ka pas. Pra që me i motivu njerëzit të shtrojnë ushqime, të shtrojnë iftare dhe të mblidhen me njëri tjetrin, se në fakt ka edhe një aspekt tjetër, ndoshta ky nuk është hadith, por është transmetuar në forma të ndryshme se ushqimi i bashkon zemrat. Pra, me të vërtetë kjo është shumë interesante, ndërshekuj dietarët kanë folur për këtë gjë, madje kanë thënë që mos hani çdo kënd ose mos rrini me gjithkënd në ushqim sepse ushqimi bashkon zemrat. Dhe këtu, pra në mënyrë më konkrete, pejgamberi alayhis salam i ka motivuar që t'i bashkojnë zemrat e besimtarëve duke i shtruar iftare njëri tjetrit. Kemi për shembull edhe namazet e teravive. Namazet e teravive kanë diçka shumë interesante, se është një praktik që është konsoliduar në kohën e sahabeve më tepër se sa në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh se Muhamedi alayhis salam jo se nuk i ka falur me xhamat, pra ka dalë, transmetohet se 2-3 net ai ka dalë t'i fal me xhamat namazet e teravive, por nga frika se mos bëhet obligative, sepse ai e pau se filloi xhamati duke ushtuar më tepër, filloi xhamati që t'i shtojnë safet pas tij dhe ai nga frika që të mos bëhet obligative dhe për ta rënduar ummetin, ela xhamatin e lirë. Ai ela, por pastaj sahabët këtë
e kanë konsoliduar dhe e kanë futur në një praktikë, e kanë sistematizuar duke e falur në xhamat, edhe pse në vitet, domethënë në kohët e para pas pejgamberit alayhis salam, ata vazhduan të faleshin tek e tek, një nga një, por Hazreti Omeri radiallahu an e sistematizoi namazin e teravive dhe kjo në fakt tregon edhe shpirtin unifikues që kanë pasur sahabët, që ne duhet ta trashëgojmë këtë shpirt, edhe ta pasqyrojmë edhe në kohët tona. Duke ju falendëruar përzemërsisht për prezencën tuaj, hoxha i nderuar, unë përpara se të mbyll emisionin, do doja mesazhin tuaj për të gjithë ndjekuesit dhe të gjithë ato të cilët na ndjekin nëpër rrjetet sociale. Atëherë si mesazh përfundimtar mund të jetë ky: Ramazanin duhet ta shfrytëzojmë në maksimum që të përmirësojmë jetën tonë, rutinën tonë dhe të përmirësojmë shprehit tona. Dhe duke përfshirë këto edhe lidhjet sociale, lidhjet farefisnore, lidhjet familjare, dhe duke mos u mjaftuar me kaq, duhet që të përpiqemi që këtë gjendje që e përfitojmë në Ramazan ta ruajmë edhe në muajt e mëpasshëm, pas Ramazanit, sepse në fakt tradita jonë shumë e bukur dhe shumë e pasur islame na ka treguar se të hershmit, baballarët, gjyshrit musliman kanë pasur këtë praktik. Ata disa muaj përpara kanë filluar të përgatiten për atmosferën e Ramazanit dhe muajt në vazhdim, muajt pas Ramazanit, ata janë munduar që ta ruajnë gjendjen dhe atë gradën shpirtërore, intelektuale, emocionale që kanë arritur në Ramazan, janë munduar që sa do pak ta ruajnë, ndoshta jo në mënyrë të plot, sepse është e pamundur, por duke e përmirësuar gjithnjë jetën tonë nga Ramazani në Ramazan. E lutim Allahun xhaleshanuhu që ta mbërrijmë shëndoshë mirë Ramazanin. Amin. Ne që po flasim këtu dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat tona besimtare që po na dëgjojnë dhe që janë kudo në botë, Allahu xhaleshanuhu e baft këtë muaj që ne përfitojmë mëshirën e tij. Amin. Dhe e lutim Allahun xhaleshanuhu gjithashtu që për hatër të këtij muaji që po afron, muslimanët kudo në botë të gjejnë paqe, Amin. të gjejnë qetësi dhe të largohen nga luftrat, nga shkatrimet dhe nga fatkeqësitë që po u bien mbi krye. Me këtë dua, ndoshta edhe mund ta përfundojmë, pra ndoshta është përfundimi më i mirë me këtë dua duke i uru ummetit të Muhamedit alayhis salam mirësi, paqe, mëshirë dhe unitet. Allahu i shpërbleft me të mira, Allahu ju nderoft hoxh. Amin edhe juve. Ishim me hoxhën Samel Haxhia, siç e theksova, imam në xhamin e Dudasit, duke lutur të madhin Zot që të kemi përfituar nga njohuria dhe shpjegimet që na solli në emisionin ton. Unë ju uroj gjithë mirët dhe ju lë në amanetin e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.